nëse një biznes do dojë të bëjë ndryshime, atëherë do duhet që këto ndryshime, përveç se ti pasqyroj në vendimet e asambles kur bëhet fjalë për SHPK-t, do duhet që ti pasqyroj ato edhe në sistemin e Jellbenjas kur kërkon të pasqyroj ndryshimet që vendos asambleja. Për shembull, mund mos ndryshojnë selin faktike, por nuk e ndryshojnë atë në QKB, apo zgjerojnë fushën e veprimtarisë, por nuk e reflektojnë atë. Dhe të tjera si këto, çfarë konsekuencash ligjore shkaktojnë mos ndryshimet në kohë dhe mos publikimi i tyre në regjistrin publik, që është qendra kombëtare e biznesit? Patjetër që SHPK-ja që nga vetë emri që ka është shoqëri përgjithësi të kufizuar dhe përgjigjet secili nga ortakët deri në vlerën e kontributit të tyre, deri në vlerën në kuotën e shoqërisë. Gjë që do të thotë në momentin që nuk pasqyrojnë këto ndryshime, përbën arsye për të konsideruar atë një problematik ligjore me të cilat do përballen më pas me gjoba, pa mundësi për të bërë ndryshime dhe kontrata të reja, duke qenë se ndryshohen kushtet dhe rrethanat, apo raste të tjera në cilat pengohen edhe transaksionet e llogarive bankare.